Horoskopi ditor e diel 19 korrik 2026. Dashi. Ndërsa tranziti aktual i Marsit në sektorin tuaj të komunikimit tenton ta përshpejtojë jetën tuaj në mënyra kyçe, të dashur dash, një aspekt Mars-Saturn sot ju inkurajon të jeni pak më të qëllimshëm për rezultate të mira. Durimi sjell shpërblime. Po e përcjellni mesazhin tuaj me më shumë pjekuri ose autoritet sot. Keni një mesazh të fortë dhe durimi juaj do të thotë që të tjerët ju marrin seriozisht. Është gjithashtu një ditë e mirë për punë pothuajse të çdo lloji, por veçanërisht për projekte që kërkojnë përqendrim, vëmendje ndaj detajeve dhe planifikim ose strategji. Jeni më të vendosur duke menduar në plan afatgjatë dhe të sintonizuar me detaje relevante dhe praktike. Lajmet për një punë ose mundësi në fushën e komunikimit mund të jenë pjesë e tablos. Kjo është një kohë e mirë për të forcuar punën, idenë ose prezantimin tuaj. Trajtimi i detajeve jo tërheqëse duket të jetë më i pranueshëm dhe çelësi i suksesit tani. Demi. Me tranzitin Mars-Saturn të sotëm, i dashur Dem, jeni në formë veçanërisht të mirë për të përkushtuar ndaj një detyre të caktuar dhe për të kryer gjërat. Ndërmarrja e veprimeve për një çështje private ose prapa skenave mund të jetë pjesë e tablos. Ndjeni nevojën për të kryer gjërat ndërsa ndjeni se po largoheni nga një gjendje pezull. Mund të jeni duke konsideruar seriozisht një blerje të rëndësishme ose ndryshime të bëra në shpenzime. Edhe eliminimi i një teprice mund të jetë shumë i kënaqshëm tani. Qëllimi është siguria afatgjatë. Është gjithashtu një kohë e mirë për të punuar mbi një talent, duke u përqendruar në rregullime të hollësishme dhe përmirësime të vogla, por kritike. Ndjeni realisht të sigurt dhe në krye të gjërave, kështu që është e lehtë të përmbushni dhe ndoshta të tejkaloni përgjegjësitë tuaja. Binjakët. Ndikimi juaj është i fortë sot, të dashur binjak, dhe njerëzit kanë tendencë të drejtohen nga ju për të udhëhequr rrugën. Ju jeni në gjendje të tregoni vetë përmbajtje dhe kjo qasje ju sjell shumë dobi në këtë kohë. Kanalizimi i të gjithë energjisë shtesë të Marsit në shenjën tuaj nuk është gjithmonë i lehtë, por sot jeni më të aftë ta bëni këtë në mënyrë konstruktive. Është një kohë e mirë për të punuar në aftësitë fizike dhe formën fizike, me fokus në përshtatjen e imën. Mund të ndiheni mjaft të organizuar dhe të bashkuar, dhe kjo ju ndihmon të rrezatoni natyrshëm besim të qetë. Të tjerët janë shumë të interesuar në atë që bëni dhe thoni, dhe ju respektojnë lehtësisht për marrjen e iniciativës ose për veprimet tuaja tani. Ju mund të jeni personi të cilit i drejtoheni kur bëhet fjalë për këshilla ose udhëheqje. Ndërsa jeni mjaft të lumtur të shprehni pavarësinë tuaj, të tjerët megjithatë ju sjellin dobi tani. Gaforia. Tranziti harmonik Mars-Saturn i sotëm ju vendos në formë të shkëlqyer për të rikthyer në rrugën e duhur në një mënyrë domethënëse, i dashur gafore. Një temë e përgjegjshme bëhet dhe ju sjell dobi tani. Puna ose çështjet praktike kanë tendencë të rrjedhin mirë sot, kryesisht sepse po pranoni përgjegjësitë. Përfitimet mund të shtrihen edhe në çështjet personale. Po mbështeteni në vetdisiplinë dhe po lidhni çështje të lirshme. Organizimi vjen më natyrshëm dhe duket se është qelësi për të rritur vetbesimin tuaj. Me Marsin në një zonë prapa skenave të tabelës suaj diellore, mund të jeni duke bërë më shumë punë ose duke bërë përpjekje shtesë në sfond, dhe ju sjell dobi ta bëni këtë. Mund t'ju pëlqejë të bëni diçka bamirëse ose të ndërmerrni veprime për një çështje të rëndësishme në mënyrë anonime tani. Fokusi i vetëm dhe një qasje hap pas hapi duket të jenë strategjitë më të mira sot. Me pak përpjekje dhe drejtim, mund të keni sukses në pothuajse çdo gjë që keni vendosur të bëni. Dita mund të jetë e mërzitshme, por edhe produktive në gjysmën e parë të ditës, dhe ndërsa dita përparon, elementët imagjinativ rriten. Luani. Energjitë e sotme janë të forta për zgjidhjen e problemeve, i dashur luan, së pari në një mënyrë logjike hap pas hapi dhe më vonë duke plotësuar elementët imagjinativ. Ka të ngjarë të ndiheni të qëndrueshëm dhe të mbështetur, dhe mund të shihni gjëra të mira në veprime të thjeshta. Ndjenja se mund të mbështeteni të njerëzit në jetën tuaj ju ndihmon të ngrini moralin. Temat më serioze ose praktike kanë tendencë të vinë në fokus më të fortë në bisedat tuaja sot për shkak të një tranziti Mars-Saturn, por kjo energji nuk është aq e mërzitshme sa duket. Në fakt, mund të hasni në disa informacione shumë të dobishme. Është gjithashtu një ditë e mirë për vendimmarrje praktike, veçanërisht kur bëhet fjalë për paratë, dhe dëgjimi çon në përfitimet më të mëdha.
Mund të jetë një ditë aktive për gjykim të shëndosh, veçanërisht në lidhje me një biznes, projekte personale dhe çështje shëndetësore. Virgjëresha. Tranziti i sotëm Mars-Saturn është një energji e fortë për të menaxhuar ritmin tuaj dhe për të menaxhuar punët tuaja praktike, virgjëresh e dashur. Është një kohë e mirë për të përkushtuar ndaj punës ose një projekti. Përpjekja e fortë vjen më lehtë tani, prandaj sigurohuni që t'i derdhni energjitë tuaja në diçka që ja vlen. Është një kohë e mrekullueshme për të lënë një zakon të keq ose për të ndërmarrë hapa drejt këtij qëllimi dhe për të rritur reputacionin tuaj ndërsa të tjerët i njohin veprimet tuaja pozitive. Ka të ngjarë të shihoni një ndjenjë më të fortë qëllimi dhe duket se keni më shumë qëndrueshmëri dhe durim se zakonisht për të parë diçka deri në fund ose për të punuar në një përpjekje që nuk ka shpërblime ose rezultate të menjëhershme, por që do të prodhojë për ju në planin afatgjallë. Marsi, në krye të tabelës suaj diellore, duke formuar një aspekt të qetë me Saturnin rrit besueshmërinë tuaj. Një person më i lartë mund të vërejë dhe vlerësoj përpjekjet tuaja. Dhe, me lëvizjen e hënës në shtëpinë tuaj të dytë diellore, tërheqja e sigurisë dhe rehatisë është tërheqëse. Peshorja. Me aspektin Mars-Saturn të sotëm, ju përfitoni nga vlerësimi i gjërave ashtu siç janë aktualisht, të dashur peshore. Mund të shihni një fushë ku e keni ushtruar veten pa nevojë dhe është e kënaqshme të thjeshtoni jetën tuaj. Ka raste për të ndjekur përmirësime dhe raste të tjera për të parë bukurinë në atë që është tashmë në vend. Vlerësimet realiste mund të jenë të dobishme tani. Gjithashtu po lejoni hapësirë që të tjerët të jenë vetvetja pa presion për të performuar ose për të matur. Është më e lehtë se zakonisht për ju të dëgjoni të tjerët dhe të ofroni këshilla ose komente mbështetëse në heshtje. Jeni më të aftë të përqendroheni sot. Mund të keni gjithashtu një shans për të demonstruar vetë kontroll ose përmbajtje. Energjia e qëndrueshme po punon për ju si në nivelin personal ashtu edhe në atë profesional. Megjithatë, hëna lëviz në shenjën tuaj sot dhe veçanërisht më vonë sot, mund të ndiheni mjaft të energjizuar emocionalisht. Akrepi. Me tranzitin Mars-Saturn të sotëm, i dashur Akrep, jeni në formë të mirë për të riparuar, ndërtuar ose forcuar një marrëdhënie, për të ndërtuar aleanca të forta ose për të siguruar një kredi ose një formë tjetër mbështetjeje. Keni si vendosmërinë ashtu edhe durimin për të thelluar diçka dhe për të gërmuar thellë. Ndjekjet tuaja mund të lulëzojnë me plotësi dhe vëmendje të shtuar ndaj detajeve. Mund të jeni të rezervuar, por ndonjëherë keni nevojë për këtë për të kryer gjërat. Shikoni veprimet në vend të fjalëve sot për shenja që të tjerët kujdesen. Hulumtimi dhe analiza favorizohen sot dhe ekziston dëshira për të punuar në mënyrë të pavarur dhe me ritmin tuaj, me një fokus të mundshëm në kapërcimin e pengesave. Është më mirë t'i kushtoni vëmendje një gjëje në të njëjtën kohë për të përfituar sa më shumë nga tranzitet e sotme. Shigjetari. Tranziti i sotëm Mars-Saturn është i fortë për planifikimin dhe ritmin e vetes, i dashur shigjetar. Kjo energji favorizon lëvizjet dhe strategjinë e qëllimshme, megjithse hëna në sektorin tuaj shoqëror injekton një farë nevoje për spontanitet dhe lehtësi. Megjithatë, nuk është koha për të ndërmarrë diçka nëse nuk e keni menduar shumë, veçanërisht në gjysmën e parë të ditës. Nëse keni diskutuar për një çështje marrëdhënie e kohët e fundit, mund të jeni duke u përpjekur të arrini një marrëveshje. Pothuajse çdo lloj çështjeje partneriteti, personale apo biznesi, mund të jetë në një fokus të fortë dhe pozitiv. Këshillat kanë tendencë të jenë të mençura, ose po kërkoni përgjigje të forta dhe të pjekura. Ky tranzit ju inkurajon të tregoni kujdesin tuaj përmes veprimeve dhe mbështetjes praktike. Nuk është një kohë e dukshme dhe e imagjinuar, por është një kohë e mirë për të ndjerë se jeni në terren të fortë. I vlerësoni më shumë të tjerët kur ata po bëjnë përpjekje të vërteta. Marrëdhëniet forcohen, ose dikush në jetën tuaj ju ndihmon të ndiheni më të fortë si individ. Bricjapi. Tranziti Mars-Saturn i sotëm është i fortë për të ecur përpara dhe për të parë saktësisht se ku ta derdhni energjinë tuaj, i dashur bricjap. Ndërsa ndiqni dëshirën e zemrës suaj, angazhimi dhe përkushtimi juaj rriten dhe do të arrini qëllim. Marsi aktualisht po tranziton shtëpinë tuaj të 6 diellore dhe, me lidhjen e tij harmonike me Saturnin serioz dhe të përkushtuar, mund të ndiheni veçanërisht të motivuar për të organizuar jetën tuaj. Mund të ndiheni plot energji, por keni tendencë të preferoni të punoni ose të veproni privatisht për momentin. Dita ka të ngjarë të jetë e ngjeshur dhe produktive, dhe ndërsa mund të jeni pak të rezervuar tani, keni tendencë të jeni shumë të kërkuar.
Puna në shtëpi mund të jetë shumë produktive dhe ka të ngjarë të përqendroheni në përmirësim të vërtetë, vlerë afatgjatë dhe rritje. Projektet që kërkojnë saktësi dhe vëmendje ndaj detajeve janë një tërheqje e madhe. Personalisht mund të ketë disa përgjegjësi për të marrë me to, por jeni të prirur të ndiheni më të fortë kur i përmbushni ato. Është më mirë të përqendroheni në një gjë në të njëjtën kohë. Ujori. Hëna lëviz në shtëpinë tuaj të 9 diellore të shpirtit, i dashur ujor, dhe lënia e pak hapësirës për spontanitet është një ide e mirë. Megjithatë, një tranzit Mars-Saturn është i fortë për ngadalësimin, kështu që mund t'i kushtoni më shumë vëmendje gjërave që kanë më shumë rëndësi. Ju jep një mundësi të mirë për të përcaktuar përparësitë dhe për të mbështetur në vendosmërinë, besueshmërinë dhe gjykimin tuaj të shëndosh. Ju keni një ndjenjë të fortë se cilat ide kanë potencial të vërtetë dhe mund të jeni shumë të zhytur në një projekt. Mund të ketë gjithashtu biseda produktive dhe po shpenzoni energji me mençuri. Jeni të gatshëm të bëni përpjekje për të përmirësuar jetën tuaj, duke ju frymëzuar të përpiqeni për vetë përmirësim dhe për të forcuar një marrëdhënie të ngushtë. Mendoni për lojën e gjatë dhe merrni në konsiderat sigurinë dhe praktikën e çdo ndjekjeje për të arritur rezultatet më të mira tani. Peshqit. Një tranzit Mars-Saturn sot ju ndihmon të identifikoni prioritetet tuaja dhe të përqendroheni në to, të dashur peshq. Ndërsa kërkoni zgjidhje të realizueshme, fitoni forcë dhe jeni të vendosur të gjeni përgjigje. Është një kohë e mirë për të bërë buxhet, duke marrë në konsiderat blerje të rëndësishme, veçanërisht për familjen ose shtëpinë dhe për vëmendje të veçantë ndaj detajeve. Mund të ketë një arsye për të ndjerë më i mbështetur dhe i kujdesur përmes veprimeve të dikujt. Ky tranzit sjell një dozë të këndshme energjie të qëndrueshme në botën tuaj, veçanërisht në ndjenjat tuaja të sigurisë ose rehatisë. Mund të jeni duke u marrë seriozisht me financat tuaja. Një qasje e qëndrueshme, hap pas hapi ndaj ditës funksionon më mirë. Nuk është koha për sy e faqe ose për të egzageruar. Në vend të kësaj, lëvizjet e vogla, të zgjuara dhe konservatore shkojnë më mirë. Të sjellësh një plan në tokë është e kënaqshme, pasi tradicionalja duket se funksionon më mirë për momentin. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.